Përshëndetje për shikuesit e Klan Kosovës, për shikuesit e Vikendit, mirë se keni ardhur. Për mu është hera e parë që e kam një emision mrena shtëpisë tem, po i pres musafirët mrena shtëpisë tem, edhe unë e kam pak emocione, po e kam një farë të lashe, nuk e di musafirja farë kafe e pen. E pen të mesma, ta me la. Ha? Musafirja e ke kafën plot. Mirë se na ke ardhur mas pari. Do me thonë ta me qështu që shie vetë. Dush me ull pak dozën e sheqerit, se mas të i radhe te dhe sheqeri shumë. Po du që na të provot? Po, te për pak po. A më besoj që muhabeti ko me konë halama jamëll. Inshallah, shpresoj. Shumë më pëlqenë qëto, adin që i tha ma herët, su kom kërkush ma herët në shpitem, adin që... Jo, është hera parë. Shpresoj që nuk kanë mu i dhnu krejt ata që kanë dasht me hartë une, po unë e derën ja u kom qelë shpis tam dytë, klanit, kështu që zbesaj që mi dhnu, nuk kuptojnë. Po, gjithashtu edhe për mu. Kafen the Tamela, po shkoj me kafe një herë. Shkoj me kafe, këtë herë ka me shiju kafe prej durve tua, e herën tjetër kur të vi, kemi me shiju prej Prince Cafe. Po, falimderit shumë, më keni bu shumë happy me qëtë durat, pa tjetër. Egzakt, e kur dërsh në ditë të mira. Gjendë unë ta kisha pru kafën me kësi, me tabak, po diqka hitë më shkon mu tabaki. Tu thu që s'të pëlqen me shërby, a? Jo, unë pëlqen me shërby, po dyqysh nuk më pëlqen qito ekstra kere efektet, apëtin që vinë, e një lokom qito e mandeni asi servimi me një gotuj, se diqka veç më doken pa nevojshme, veç e di që do të mu qitë qajo kafe dhe me rëndësi kafja me kone mirë dhe mu shiju. Këto tjerat krejt ekstra mas njena veç pak më doken të pa nevojshme. Ani se dhe misafirin së dhe ki që i pëlqen shumë spontaniteti. Super, shumë mirë, që kjo unë e du, edhe unë e jom shumë spontane, kështu që koka me konë që kjo intervjist best. Pse e ke rujt kaq shumë ndoshta privatsin apo shtëpin që nuk e pas dëshirë më heret me qenë dikush tjetër pjesë e saj? Se vetë fjalla po të ka zonë që është privatsi, është ambienti ku ti jeton, është pjesa ma intime jote dhe ma private jotja. Po ma tepër ja kom respektu që të vendimeve Simonit. Simoni nuk ka pas shumë qef me privatsin e vetë, edhe kështu në jetën e përditshme është ma tipi mbyllu, nuk ka qef shumë me sherë qysh jeton, ose qysh në ambientin. Ndështë edhe që ajo ka qenë, po edhe nuk është që edhe s'm ka konvenu mua, po kuptan. Duke qenë figura publike, sa keni arrit me mbajt këtë privatësinë e juj? Përbes unë e jo shumë, se ti e din sa e hapun jam edhe sa nuk hezitoj me tregu për vete. Simoni është taj që e ka rujt pak ma shumë, unë e për vete kështu në total jetën time thuja se nuk po thom me detaje, po një 50% shtmire, kom të shpalosun për mes intervistave, se asë njëherë nuk kom ka ardhë rranë me diskutu, apo kuptoni, gjithmonë e kom diskutu me motivu, se varësisht shka ka qenë situata, dikon ose me motivu, ose me tregu që jem njerëz të thjesht si kur krejt të tjerët. Pse mendon që e kemi këtë lloj dëshirën me kuptu më tepër për të asaj që na servohet, ose për të asaj që tjetri na lejon me e po? Nuk besoj që është e shprehje vetëm te na, është e krejt, gjithkush e ka kurreshtin. S'po di, kur ti një figurë fillon me pa non-stop prej televizionit, atëherë ti paraqitjet e ti isha veç profesionale. Atëherë gjithmonë është kurreshtja në qoftë se ty të pëlqen, varësisht që ajo figurë publike, është edhe interesi jot me ditë çush jeton privatisht, çka bën, çush është në jetën, është kurreshtja, nuk është veç të na, është e gjithanshme. Edhe që
tash kohët e fundit përmes rrjeteve sociale, po pesho që pak është ullë që ky intensiteti i kureshtës. Sa po e shijon atëherë këtë pjesën profesionale, për shkak që tash po të shohim edhe si moderatore në emisionin Shoqet në Klan Kosova, edhe pak a shumë edhe kur je keq nuk është që ta lejon me shfaq, të duhesh me dhënë çdo herë më të mirën tonë. Fillimisht, për mu, klani ka hap dyrt, mi ka hap dyrt për diçka shumë ndryshe çka unë e kom punu deri qtash. Që unë këtu jam mirënjohëse producentës ta Agnesës, e cila ka pas besim të unë shumë, edhe ajo ka qenë insistuse për me konun e qëto, edhe unë jom të e shiju maksimalisht së është diçka e re, që unë jom të e bo, edhe është ajo kureshtja, po më duket si kur një farë rifillimi i karierës teme. Kjo po është diçka si kur një farë rifillimi, një farë rifreshi, mu më karë te për mirë, jom të e bo me te për disponim, ekstrem disponim, diçka e re, fush e re. Ti po një më rehat me dhonë opinione, apo me lujt rolin e moderatorës? Të dy ato më kam po mu një mirë, për faktin që unë jam shumë, si opinionist, unë jam shumë naturale, edhe nuk ju kum frigu që saj pjesës të opinioneve, sepse mas pari nuk kam tentu me filozofu diçka që nuk di ose mu duk shumë profesionale, sa gjithmonë tendenca me ka qenë me jap menimin tam të pastër, që s'do të thot që une është qashtu, 100%, ose une rreth që ati mendimit ja kom qillu, është pikpamja jame, se për që ato jëm thirë, nuk jëm thirë si profesionaliste e fushës. Çdo fillim i ri është një lloj shqetësimi, për shkak që nuk e din se qysh ka me shku, qysh kemi u gjente. A ke pas situata që ndoshta ke mendu pse jam në çet situatë, ndoshta edhe gjatë transmetimit live? Jo, absolut. Se une kur nis në aspekt profesional, me bo diçka, që ajo ditë për mu është e dedikume për që ato. Do me thonë, që nga mëngjesi unë jam e pregaditne psiqikisht edhe fizikisht që unë e kom me punu. Edhe për fokusi jam mo nuk ka kërkon tjetër. Është veç atë. Edhe e bëj punën me shumë dashni, nuk ka shans të rike mu me më thy diçka mrena që asajna. E pres që monët me ndodh diçka se jemi live ose me gabu dikun, po hitë se kom kompleksat pjesë. Cila kishte me qenë shambull pyetja që nuk ishe dash me të ardhë rasti ose mundësia me ja bo dikuj qatë pyetje. Ndoshta që është që është pak e tepërt ose. Hezitoj shumë privatësi njerëzve. E bëj me zër. Për shembull, cila është gjendja aktuale statusit të në single ose qëse, sepse nuk e di e respektoj privatësinë e gjithë secilit edhe e di që duhet me pas njeri një dozë, po tash ka arë qasi periude kohore që po do të mund zirë lajmi, ju intereson edhe njerëz, është pjesë, edhe normalisht të rastet e ndishme. Smundje, vdekjet familjarve, që unë e vete kom përjetu. Hajde kajna për klikime, nuk kam qef. Qem kishtimas shumë të insiklet. Me bo tjetërën në pozit për me përfitu në profesionalisht ose qaj produkt jemi. Me atë sa kom pa, kanë qenë vazhdimisht kurështar me ditë për jetën e fluturës. Me ditë për martesën e saj, për familjen e saj. Pse mendon që asnjëherë nuk janë shterë të theme me kuptu ose me ditë më tepër për martesën e saj me Simonin? Nuk e di se ndoshta po mendoj që na kemi qenë media të dytë. Dhe unë krejt kohët e fundit kom fillu me pas që të shkëputjen në intervista pa Simonin. E kanë marrë që ato që kanë dashtë. Se të dytë ftyra publike dhe na zakonisht e kemi tregu ose kur do që jemi konë në bashkëpunime bashk. Profesionalisht në aktrim bashk, një intervista bashk. Njerës që na njohim privatisht e kanë ditë që na 24/7 jena bashk. Do me thonë, edhe shoqnin bashk, edhe vetë non-stop, edhe po mendoj që jonë kanë marrë që ato që ka ju ka dasht prej me e Simonit, atëherë është me të kureshtja që ajo pjesa jeme private personalitetit tam. Po mendoj, nuk po di që ka mundet me konë t'i shka tjetën. Atë kanë lodhë se atë kanë bezdis pyetjet vazhdimisht rreth Simonit? Jo. Ose raportit juj? Unë se hezitoj me full për Simonin. Kur thama ka qenë bezdisë, e kam edhe fjallën për shkak që pse akoma kanë dëshirë me diskutu një martesë mes fesë islame dhe asaj katolike? Që të
pyetjen, do me thonë, ja ku ndalu kohëve të fundit edhe gazetarëve ma bo, se nja 2-3 intervistat e para me shumë vullnet e kom spjegu se e kom qitë në vete që mundet me pas qiftat e cilat ballafaqohen me sfida tilla. Arsyeja pse kemi vendosur në Simoni me diskuture së saj teme ka qenë pikërisht ta qifta, që me reflektu që ato qka e pengon që mos mi pa qëto sene, se s'janë heq për mu pa qëto sene, po kur filloj mu bo shumë e madhe, filloj me më pengu që kjo mentaliteti që shumë është interesant një katolik me një muslimane mu martu, edhe veç e vresha që nuk këtu mu vrejt karjera. Edhe veç zdojsha me depërtu me qëta. Apo kupton, zdojsha me kon vazhdimësia karierës ta mu përfli që e martu me një katolik, kur unë e kisha një background karierës mrapa. Isha shkollu për që ato që ka e kom bo, edhe duna me dalë në media për punën teme. Jo pse martu me një katolik. E filloj me mbezis shumë që ajo pjesë, edhe çdo herë ku do që kom shku pyetjen e parë që e ma kanë shtru të tillë para se me hinë në intervistë, i kom thënë t'lut na rreth kësaj teme mos diskutojna mo, se abeden publiku nuk e din që na jem të obligum ju përgjigj juve si moderatorë në këtë rast ose si gazetar, po ata mendojnë që për një me po përfitoj edhe unë prej situatës mu mbajt emni në qarkullim për shkak të storjes sime të martesës. Kështu duke shumë person energjik, ma ja përshtypjen që shpërthen, nëse veç të prekin aty ku nuk duhet. Qyshe menaxhon lëtimjat nervozën? Kur kom studiu psikologji, fokusin tam kryesor e kom pas me mujt me zbut vetën në situatat Një herë vetën tani. Po, me marë frym një 3 herë, po si ja kom dalë. Nuk e di, nështë ta që une nuk kom zgjedh për një me kon falca si karakter. Nuk kom mujt kur, njetën tam, kush do që mu një, që nga fmini jame, si e re kur kom qenë adoleshenca, si tash, e din që unë jam super naturale. Nuk jam fake në situatat caktume, nuk di me menaxhu që ato, se energjia nuk ma len. Situatat ku une i marrë që shtu vroll shumë, është pikrisht ku kam të drejtë. Ku e shoh që është mu bo një e pa drejtë. Nuk e lejoj funi botës marrë, lëm mu bo që atë, nuk e lejoj se e di që nuk është ashtu, nuk du me më shkel dikosh. Ndështë që ajo është që na u ka imponu, nështë ta jena rritën që atë formë, që abedin gjithmonë kanë këqyr ka një herë me të neglizhu, se me të shtyp padashje, edhe që ajo shpirti im luftarak ka se, po mu nuk është që ma ka qitë keqma këtë pjesë. Nuk është që jam super shpërthyse, kështu se larg qoftë me qenë edhe banale në sjellje, po veç nuk lëshoj pe. Qysh kish me qenë një karakter i tillë brenda shtëpisë së Big Brother, le të themi? O zot, krejt dojnë me më pabre që atë mund, non-stop se di pse. Une për Big Brother besoj që kisha qenë adekuate si lojtare, se edhe jam psikologe dhe jam aktore, kështu që i kam 2 armë ma të forta që kisha mujt mi përdorë mrena. Po krejt qka ju kumtu të konë shpërthime. Abedin, që ti je me një luft ose me një dhunë psikologjike ta quajmë thojza mrena, dhe që ti shpërthimet ju kom frigu pak jo pse unë e kisha shpërthy në skandal ose me dalë jashtë vetës, se sinqerisht e kam nuk më ka ndodhë kur, po nështë ta që ajo ma kish hup atë energjim për me vazhdu mandina lojen, apo kuptojnë? Sepse është qaja energjia me që e nguci her njonën, her tjetërën e alëshe një fjallë, apo kuptojnë? Edhe besoj që isha ko një farë lëndrimi verzioni femën. Në lojen që aktualisht është brenda, kush i ka ato ndoshta që fluturën edhe kish mujt me nxjerr jashtë vetës? Labi. Pse? Prej lojës që ka zgjedh me bo. Loja e labit të cilën e ka zgjedh me bo, e di që e ka zgjedh një loj, e di që është loj, i shkon fake, edhe që nuk është aja, edhe qaj fejkizmi më kish, qaj sulmi që po e bën labi ndaj banorëve tjerë në personale, me qenë se unë e prapë në këtë rast e kam edhe një përparësi se mu në personale s'kishin mujtë që ka mu kap, apo kuptan, labi kish mujtë pi lojës jo inteligente që është e bo për momentin.
Kjo pjesa e linjës së jetës, ku banorët vendosin me tregu diçka për te asaj që ndoshta gjatë atij qëndrimi e kanë servu. Nëse ti do ishe pjesë e Big Brother, çka do kishte thënë linja e jetës së fluturës? Ta shumë të mundu me boni Big Brother për veti që do. Unë kom pas histori të ndryshme, laramani të ndryshme jetësore, të cilët edhe ju e dini dhe gjithë publiku e din. Nështë ajo pjesa ku i kisha emocionu të gjithë është pjesa e mamit, edhe divorcin, ndoshta i prindve edhe pse unë nuk është që e kom përjetu shumë, se unë kam qenë shumë e vogël me babin, nështë atë që ajo kish mujt mi emocionu, për ndryshe pjesa tjetër i kish disponu shumë, se unë e kom pas edhe vazhdoj me pas një jetë për një me shumë të mirë edhe të lumtur për faktin që unë e vetë si natyrë diçka që mu nuk kam bënë mu një mirë nuk e bëj. Edhe nuk gjinë na që aty. Gjithë se cili prej nesh e ka një valigje të kujtimeve, le të themi. E ka flutura një kujtim që nuk do dënë të asë njëherë të bëj pjesë e asaj valigjeje? Po, mamin, humbja mamit, sakrificat e fluturës, masi që e ka humbë mamin. Që ajo flutër, prej krejt kësaj periudhës teme jetësore, është e vetëmja që më dhimet shumë. Se ka qenë një flutër që e ka pas një mbështetje super të madhe prej mamit vetë, edhe në momentin kur e ka hup, ka qenë një flutër e humbu në hapsin. Që ajo pjesa e mbjetesës e situatave të cilat ishin atëherë tani u bënën shumë me përgjësi për mu. Diçka që unë e kom pas çdo herë përgjësi, unë jem rrit me përgjësi, po që na tanë e dim që kur ti e ki familjen, e ki një trung dikon ku edhe përgjësin e menagjon ma mirë, sepse gjithmonë e din që forcën e ki familjen. Që ajo përgjësia kur u dashke mu kap komplet njët vetë, mu shtrëngu shumë, se e dishe që kërkon nuk e ki mrapa, që ajo flutër më dhimet shumë. Do të thotë kjo flutura që vetë se të dhimë se dikur, sot je falenderuese që të ka bo zonjë grua. Shumë. Nuk jam krenare, po thom nuk jam krenare, po nuk pequj krenare, sa jam falenderuese e situatës. Ka njëherë Zoti din pse ti qanë sprovat, na nuk muj mu përzim punë Zotit. Te une ka qenë problematike pajtimi humbjes mami tam, une nuk mujsha mu pajtu, e mu ma tepër ma rëndoj ke situata që unë isha dhe si psikologe diplomume që e shtina në tru që unë pa tjetër tash duna me dit mi menagju edhe nuk e kuptojsha që sa do ti me qenë me njoft pjesën e psikologjisë, kur situata jote e mbrëndshme emocionale nuk kanë rregull ti veç psikolog nuk je, apo kupton edhe të përfshin emocione edhe ti në bazë përfshirës e emocioneve vepran. Edhe desa i kom kanalizu qito, edhe kom nxjerr vetën, e kom pranu mas pari humbjen e mamit, atër kur e kom pranu humbjen e mamit, sfidat edhe qatë flutrën luftarake me kriju, me ndërtu, sfida ma madhe ka qenë qysh po ndërtona. Apo ndërtona këtë se kur ti e provon një humbje qashtë madhe një jetën tane, ti mund është edhe me deviju. Tani aty kanë qenë shumë mini lufta mrena një luftës të madhe në temën. Shkolla ma madhe e jamja jetësore. Po tani, kur ka arë Simona, këto janë harru krejt, do me thonë, tani ka fillu sfida si nanë, apo di me qenë nanë e përgjeshme, ajo pjesa ku se cila nanë e din kur bëhet printi me nën që ma herët je kon happy ose e lumtur. Mastin, unë isha, qash isha e lumtur me ardhin e Simonës, qash e shio isha Simonën, që thesha qysh kom menune që jem kon happy ma herët, abden, që qa ko ka lumturia, do me thonë, edhe që asaj ma ndej, që asaj lumturis tepër të madhe ndaj fëmis, edhe që asaj fillojsh tani me raste mi u frigu, apo kuptojnë, se ish diçka e pa përjetume për mu, edhe ajo tani si të gjitha nana deri sa u kanalizu, edhe që ajo mas ne ka qenë që ajo plotësimi ma i madhë për mu një jetën tame. A mendon që e teprojmë ne me këtë pyetjen që a presni një fëmijë tjetër? A keni në plane fëmijë tjetër? Jo, nuk është që o më do këtë tragjike kjo punë nëse e teprojmë. Bile ma tragjike po më do këtë që kemi fillu mu bo shumë francos, edhe po na pengon. Gjithmonë të na, familjet shqiptare, si e martu, të kam pyet çka ka të re,
si e ke bo një të kanë thonë qka po pret hajde tjetrin, nuk më pengon, absolut nuk më pengon, ma shumë, po më pengon që kjo civilizimi pak ma i tepër që po dalëm edhe mas një po shokomi, wow, apo kuptan. Jo, nuk më pengon, edhe une e kom pas një shtazani jo të mirë me Simonën, e kom pas një rrezik për jetë në lindje, edhe arsyeja pse une nuk kom guxu deri sot me marrë hapin është që tendencat për shtazani të dytë, po ati rreziku jetësor, nuk po flas për një rrezik të vogël, mujnë me qenë. Edhe që kjo është, se për ndryshe kur gjë tjetër nuk është që më ka ndalu. Mandej, pjesa që mu pak ma leton këtë pjesën, që se më vran pak në ndërgjegja me rritë Simonën vetë, se unë jem rritë qika streti, edhe e di qka është mës me pas një motër afer, e sheroj të e pas parasysh që është bo shumë shtirë me rritë fëmijë sot. Për kushtimi nuk është qysh na kanë rritë neve. Tash s'po flas në aspektin klishe që e diskutojnë të tonë, na veç kemi dalë që aty kena lujtë edhe kur na kanë thirë nanat për dritarës me hangër një drejt. Nuk po thome në qëtë aspekt, as nuk i pritoj angazhimit e ndaj fëmijës sa situatës aktuale. Situata më shqetëson për këtë gjenerat që kanë murit, sepse për kushtimi i neve tash, gjeneratave tona të prindve, është ma shumë psikologjik se sa fizik. Unë si një vajzë që do të aprovoj si ndjesi, uroj me gjithë zemër që brenda kësaj shtëpie do gjohen edhe shumë zërat të tjerë përveç asaj të Simonës. Edhe më bëhet qefi shumë sot që e patëm një bisedë kaq të këndshme bashk, edhe u mendova mos me qenë e ripërsëritshme dhe më pëlqejnë shumë gjanat të cilat i kemi diskutuar sot bashk, ndoshta edhe ato pyetjet edhe përgjigjet që vetë se janë botë të tepërta. Po, faleminderit ty, faleminderit për profesionalizëm, edhe për këtë pjesën që paka shumë ma ke kuptu botën teme, edhe në asnjë pyetje tone nuk jam një me siklet, edhe që kjo ka qenë që kur ma jep mu bashkëbisedu si energjinë e mirë, une nuk hezitoj bile edhe të proj në përgjigjet e mija shumë të gjata, sepse është qajo pikrisht qa energjia që ti mu ma ke jep, edhe t'jam falenderuese shumë. Edhe ndoshta që kjo ka qenë edhe arsyeja se ti kom pa disa intervista mrena që une përveç klanit që prapë e ceka që është shtëpia jam për mu tash e dytë, me pas kënaqësinë me pranu ftesën edhe me qenë për herë të parë në privatësinë, super privatësinë tame. Për mu shumë kënaqësi që më ke hap derën sot. Gjithashtu, faleminderit. Për mu kënaqësi e dy fish që kom pas një musafir si te. Shumë faleminderit. Faleminderit.